Largoni fëmijët nga ekrani, largoni gratë, burrat, ktheni lini fëmijët vetëm në ekran gjyshrit. që të kuptojnë se sa e rëndësishme është edukata seksuale. Po, është e rëndësishme edukata seksuale, sepse ky emision do i dedikohet të gjitha tyre qindra mijëra rasteve që janë shtuar, janë plot faqet e gazetave, një epidemi side që dasht nuk është fort e vërtet si shkruhet. Edhe ne kështu besojmë. Me një panel fantastik? Me një panel fantastik. Rudina Koromani, Mike Dashur, Genta Dedej, doktoresha. Lidhja Mezini vjen për herë të parë në emisionin tonë, shpresojmë jo për herë të fundit. Mirë Gitvata, punoj si social më model që njohë. Faleminderit. Dhe doktoresh Mozaketa që dica gjëra që do t'ju trondisin. Ka plas një epidemi infeksionesh seksuale, doktoresha? Se nuk e din njerëzit. Atere, unë ju falenderoj njerë që në përmjet ekranit tuaj të nderuar dhe në përmjet këti emisioni, që mendoj ka shikueshmëri shumë të madhe, më keni ftuar për tema të tilla, kaq për të ndërgjegjësuar kaq shumë të gjithë njerëzit që na ndjekin. Jemi në fazat e një epidemie? Normalisht, në bazë të studimeve të Institutit të Shëndetit Publik, janë publikuar 2 studime të mëdha. Njëri që thot raportet seksuale fillojnë tek vajzat që në moshën 13 vjeçare. Mendoni një vajzë e vogël 13 vjeç. Si mundet ajo të mbrohet nga infeksionet seksualisht të transmetueshme? Po kush duhet t'ja thot tani? Duhet t'ja thot nëna, shkolla, mjeku i familjes? Apo ai që do ja ngjisi? Apo ai që do ja ngjisi, tamam. Agenda, kush duhet t'ja thot? Sigurisht, përgjigja është shumë e thjeshtë, kjo gjë duhet filloj në nivelin akademik, pra në shkollat, ku të futet me... Shpjegojnë ato biologjin këshu, shpjegojnë këshu, me gishta me... Nuk është absolutisht e mjaftueshme, është minimaliste dhe është shumë larg asaj çka realisht nevojitet për edukimin seksual. Pra flitet për konceptin e shumimit nga ana biologjike, por nuk flitet në konceptin seksual. Pra problematika që... Se shkolla nuk e trajton fare që... Qa është marrëdhënia seksuale? Marrëdhënia seksuale... Asfela seks më duket nuk përmendet tamam. Atëherë unë personalisht nuk kam informacion të detajuar se... Po me ja kemi brezinerine. Unë kam shkuar në E ke bërë në shkollë? Në shkolla private dhe shtetërore, për të folur dhe për të sensibilizuar... Kjo është tjetër gjë, keni shkuar për SST-t. Në lidhje për s'ke shkuar për marrëdhëniet. Për infeksionet seksualisht të transmetueshme. Rritja e numrit të infeksioneve seksualisht të transmetueshme duhet patjetër jo vetëm bisedat, por më ka bërë përshtypje që të gjithë rinin dhe dëgjonin me një vëmendje të madhe. Po normal, flitet për seks, kanë vëmendjat. Kur mbarova një djalë më thot, doktoresha, dhe unë më duket sikur kam një nga ato smundje. Pse i thashon? Se unë tha, pa dashje, kam veshur të mbathjet e babait, si thua ti më tha mua, dhe unë qesha, a i sot mund më ndëgjoj, por pra janë të papërgatitur, jo vetëm për infeksionet, të papërgatitur për raportet seksuale, si duhet të mbrohen, një vajzë 13 vjeç, si duhet të mbrohet, kush duhet t'i flasi kësaj